Sot do të zgjedhim disa ushtrime të termokimia dhe kinetika, të cilat shërbejnë edhe si përsëritje për klasën e 11. Shikojmë ushtrimin 31. Thot në reakcionin kimik 2A plus 2B, përshëndrimi fillestar i A është 2 mol për litër dhe i substancës B është 2.5 mol për litër. Konstantja e shpejtësisë është 2. Sa është shpejtësia kur kemi shpenzuar 0.15 mol të A-s? Pra kemi shpenzuar 0.15. Gjejmë sasinë e mbetur, 2 mol minus 0.15, 1.85 mol për litër A kemi në ekuilibër. Për B do bëjmë raportin me A-n. 1 mol A vepron me 2 mol B. Pra në qoftë se kemi shpenzuar 0.15, atëherë tek B-ja kemi shpenzuar 0.3. Dhe gjejmë përqendrimin e ekuilibër të B-s. 2.5 minus 0.3, 2.2 mol për litër. B. Shkruajmë shprehjen e shpejtësisë konstante herë përqendrimin e A-s herë përqendrimin e B-s në katror. Konstantja 2, përqendrimi i A-s 1.85 herë përqendrimin e B-s 2.2 në katror. Dhe bëjmë veprimin. (17.9 mol për litër sekond). Shikojmë pyetjen 32. Thot kur trysnia rritet 6 herë, sa herë rritet shpejtësia e reaksionit të thjeshtë? Çfarë do kemi parasysh? Që trysnia ndikon në të gjithë sistemin. Pra nëse ne rrisim 6 herë trysnin, do rritet 6 herë trysnia e dioksidit, e cila është në raport të drejtë me përqendrimin, dhe 6 herë trysnia e oksigjenit, i cili sërish është në raport të drejtë me përqendrimin. Pra në total 6 në fushi të tretë 216 herë do rritet shpejtësia. Tek pyetja 33 thot sa është vlera e konstantes së ekuilibrit për reaksionin e mëposhtëm. Duke ditur se në gjendjen e ekuilibrit përqendrimet e substancave janë, pra ne jepen përqendrimet e substancave. Gjithmonë kontrollojmë reaksionin a është i barazuar. Në rastin tonë është i barazuar, shkruajmë shprehjen e konstantës së ekuilibrit, që është përqendrimi i produkteve të ngritur në fuqitë e koeficientëve stekiometrik ndaj përqendrimin e reaktantëve. Gjithashtu duhet keni parasysh që në konstantin e ekuilibrit përfshihet vetëm gjendja e gazt ose tretësira ujore. Zëvendësojmë përqendrimet 0.02 molar përqendrimi i monoksidit, i ujit 0.32, dhe poshtë kemi 0.08 molar të dioksidit dhe 0.08 molar të hidrogjenit. Bëjmë veprimin dhe kjo na del 1. Shikojmë pyetjen 34. Thot jepet barazimi termokimik azot plus hidrogjen që jep amonjak dhe na jepet gjithashtu edhe entalpia e reaksionit. Nxehtësia e çliruar kur formohen 85 gram amonjak. Tani shikojmë që për 1 mol amonjak na është çliruar 11 kJ. 1 mol amonjak e ka masën molare 17 gram. Kështu që ne themi 17 gram 11 kJ, por 85 gram x kJ. Dhe gjejmë sasinë e nxehtësisë 85 herë 11 pjesëtim për 17. (55 kJ na çlirohen). Shikojmë pyetjen 35, thot reaksioni midis substancave të gasta A2 plus B2 që jep 2AB, entalpia është minus 20 kJ, pra është një reaksion ekso, ndodh në bazë të një mekanizmi me 2 faza, faza e ngadalë dhe faza e shpejtë. Duke mbështetur tek këto dhëna, cili është barazimi i shpejtësisë, duhet mbani mend që faza e ngadalët është përcaktuesja e shpejtësisë. Pra këtu ne si reaktant kemi A2-shin dhe shpejtësia do jetë thjesht konstante herë përqendrimin e A2-shit. Pra alternativa A.